Mohsen Razei, një nga figurat më të vjetra dhe më kontradiktore të establishmentit iranian, është rikthyer në qendër të pushtetit. Komandanti veteran i Gardës Revolucionare është emëruar sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare, një prej institucioneve më të fuqishme të Iranit. Sipas Radio Evropa e Lirë, udhëheqësi suprem Mojtaba Khamenei vendosi të zëvendësojë Mohamed Baker Zolkadrin pas disa ditësh spekulimesh mbi largimin e tij. Presidenti Masud Pezeshkian e kryeson formalisht Këshillin Suprem të Sigurisë Kombëtare, por sekretari ka një rol të rëndësishëm operacional dhe në koordinimin e politikave të sigurisë. Megjithatë, vendimet përfundimtare duhet të marrin miratimin e udhëheqësit suprem. Ndryshimi vjen në një moment tepër delikat për Teheranin, mes tensioneve me Shtetet e Bashkuara, zhvillimet në ngushticën e Hormuzit dhe debateve të brendshme për kursin që duhet të ndjek Irani në politikën e jashtme dhe atë të sigurisë. Por kush është Mohsen Razei, njeriu që tashmë ka një rol kyç në këtë sistem? 71 vjeçari është një veteran i Gardës Revolucionare dhe një personazh që njeh nga afër disa prej kapitujve më të rëndësishëm të historisë së Republikës Islamike. Ai ka qenë komandanti i RGC-s dhe ka pasur rol të rëndësishëm gjatë luftës Iran-Irak të viteve 1980 dhe në konsolidimin e Gardës Revolucionare. Në vitin 1997, Razei la uniformën dhe u drejtua politikës. Ai tentoi 4 herë të bëjë president i Iranit. Në vitin 2005 u tërhoq përpara votimit, ndërsa humbi zgjedhjet e viteve 2009, 2013 dhe 2021. Pa arritur asnjëherë të siguronte më shumë se rreth 3.9 milion vota. Pikërisht gjatë kësaj periudhe, ai u bë edhe objekt i shpeshtë i satirës politike iraniane. Razei tentoi të paraqitej si një politikan që kishte zgjidhje edhe për ekonominë, duke premtuar ndër të tjera forcimin e realit iranian, por deklarata që do të ndiqte për vite me radhë erdhi në vitin 2015. Ai deklaroi se nëse Shtetet e Bashkuara do ta sulmonin Iranin, Teherani mund të kapte të paktën 1.000 amerikanë gjatë javës së parë dhe të kërkonte miliarda dollar për lirimin e secilit prej tyre, duke i përdorur parat për të zgjidhur problemet ekonomike të vendit. Ideja se kriza ekonomike e Iranit mund të zgjidhej duke marrë amerikanë robër u kthye në objekt talljeje dhe satire, por Razei viteve të fundit ka përdorur një retorik gjithnjë dhe më të ashpër. Në korrik 2026 ai deklaroi se epoka e luftës dhe negociatave në të njëjtën kohë kishte përfunduar dhe paralajmëroi se Irani mund të kalonte në ofensivë të plot nëse sulmet amerikane vazhdonin. Pikërisht ky profil ka ngritur pikpyetje për sinjalin që jep emërimi i tij në krye të sekretariatit të sigurisë. Edhe brenda Iranit interpretimet janë të ndryshme. Disa media e kanë paraqitur lëvizjen si një riorganizim institucional, ndërsa qarqet ultrakonservatore e shohin si një korrigjim të kursit të ndjekur deri më tani në çështjet e sigurisë dhe negociatave. Një pjesë e konservatorëve e lidhin largimin e Zolkadrit edhe me debatet rreth armëpushimit dhe memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit, duke pretenduar se udhëheqja supreme nuk ishte qenë plotësisht dakord me mënyrën se si ishte zhvilluar procesi diplomatik. Analistët reformistë janë më të rezervuar. Sipas tyre është shumë e vështirë të kuptohet arsyeja e vërtetë e ndryshimit, pa njohur marrëdhëniet dhe përplasjet që zhvillohen brenda strukturave më të larta të pushtetit iranian. Megjithatë, rezultati është i qartë: një politikan që nuk arriti asnjëherë të fitonte presidencën dhe që për vite ishte objekt ironie, tashmë është rikthyer në zemër të aparatit të sigurisë së Republikës Islamike. Në një periudhë tensionesh të forta me Washingtonin dhe pasigurie për kursin që do të ndjek Teherani, Mohsen Razei do të ketë një rol kyç të drejtpërdrejtë në koordinimin e disa prej vendimeve më të ndjeshme të Iranit.